Panairi i 4 vjetor i rrugës Gjergj Kastrioti Skënderbeu u zhvillua të dielën më 4 maj, duke mbledhur qindra shqiptar nga 5 lagjet e qytetit New Yorkut, zonat rreth tij. Panairi që mban emrin e heroit kombëtar të Shqipërisë Gjergj Kastrioti Skënderbeu këtë vit u dedikua 620 vjetorit, ditën e lindjes së tij, 6 maj e vitit 1405. Në panairin e 4 vjetor Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Bronx të New Yorkut të dielën morën pjesë më shumë se 2000 shqiptarë, shoqata dhe biznese shqiptare, përfshirë një numër të madh pjesëtarësh të komunitetit shqiptar amerikan, po ashtu kam marrë udhën e traditës edhe udhëtimin në sheshin mes rrugëve Crescent Avenue dhe Arthur Avenue në Bronx. Ky aktivitet organizohet nga shoqata shqiptare amerikane Duarve të Hapura me kryetar Aleksandër Nilaj dhe sponsorizohet nga distrikti i përmirësimit të biznesit në Belmont, ndërsa drejtohet nga zoti Mark Gjonaj, kryetari i Këshillit Koordinues Diasporës, dhe zonja Vera Mjeku. Ky aktivitet u prezantua nga Meri Camaj dhe Ardmir Malziu. Panairi i 4 vjetor Gjergj Kastrioti Skënderbeu u çel me interpretimin e himneve kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Shqipërisë pas fjalës së Mark Gjonajt. Këtë aktivitet e përshëndetën të 2 ambasadorët e shteteve tona, ambasadori i Shqipërisë në Washington Ervin Bushati dhe ambasadori Bleri Mareka, shefi i misionit të Republikës Kosovës në New York. Ndërsa u nderuan me pjesëmarrjen e tyre Emina Çurnulaj, Nazaria, themeluese e fondacionit Dora Eminës, Emina Send dhe Lori Kçana, legjenda e futbollit shqiptar, ish kapiteni i kombëtarës. I pranishëm në këtë veprimtari ishte edhe udhëheqësi të pakicës në Senatin Amerikan Chuck Schumer, si dhe disa udhëheqëse përfaqësues të New Yorkut, senatorja e shtetit të New Yorkut Natalia Fernandez, presidente e Bronxit Vanessa Gibson, senator të shtetit, asambleist, këshilltar dhe aktivistë të njohur, të cilën në fjalën e tyre përshëndetëse vlerësuan kontributin e madh shqiptarëve në New York, punonjësit shqiptar nga radhët e uniformave të policisë së New Yorkut dhe 2 kalorësit e saj, një me flamurin amerikan dhe tjetri me atë shqiptar, qëndruar në rojën deri gjatë gjithë aktivitetit krenar pranë mijëra pjesëmarrësve. Gjergj Kastrioti Skënderbeu Street Fair për edicionin e tij të 4 ka sjellë me vete një atmosferë ngazëlluese me muzikë, traditë dhe krenari kombëtare, duke filluar nga pikturat, skulpturat me figurën e Skënderbeut me flamuj kombëtar,